Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Gjendë janë pa shumë prezantime të gjata, mirëmëngjes, mirë se erdhe në Express. Sikur se po thoja, ti je një zë kritik për sa i përket dhe ke qenë gjithmonë për sa i përket sigurisë kibernetike. Dhe aq më tepër besoj se jemi brenda valës së dur të diskutimit, marr parasysh faktin që para disa kohësh, jo disa sa u bën. Herë në javë na sulmojnë emailët. Ne na sulmojnë. Çfarë tregon kjo? Tregon që janë vënë me shpat kundër nesh apo ne edhe me një prefse thonjesh kërcënohemi? Shiko, ti jem edhe modest, me thonë drejtën jam i vetmi që kam çu dozën spak. Edhe pra. Për çështjen e aksionit. Kështu që edhe goditjet e fundit kanë qenë nga dosja ime. Se shumë pak e përmendin, po duhet ta them sepse edhe kalvari im nuk ka qenë i lehtë realisht. Po të hym tani te sulmet, ne jemi shumë të thjesht për tu hakeruar, jo se jemi ndonjë shtet shumë i fuqishëm edhe e kanë synimin patjetër të na hakerojnë ne. Po për çfarë e bëjnë domethënë? Kush mendon se janë arsyet që merren me një shtet që në fund të ditës për mendimin e qytetarëve vet nuk përfaqëson ndonjë vlerë të madhe gjeopolitike? Kjo është me të thënë, themi drejtën, është shumë herë më e madhe se sa vetë Shqipëria. Ky sulmi që na është bërë ne. Nëse e shohim kronologjinë e gjithë gjës çfarë ka ndodhur nga fillimi, është më e madhe se vetë Shqipëria, hakerimi për mendimin tim dhe nga faktet që më kanë nxjerrë deri tani nuk është se është bërë nga shteti i Iranit, por ta thash është shumë herë më e madhe se sa Shqipëria. Po kush dihet janë shqiptar? Për momentin nuk e flasim dot. Nuk e flasim dot, ti e di po nuk e mund ta thuash. Nuk e flasim dot. Ideja është që ke arritur të kuptosh në bazë të, nuk e di, të fakteve që ti ke mundësinë, se jo çdo kush mund të ketë mundësinë që të kuptojë, domethënë se si ndodh një rrjedhje të dhëna, një sulm kibernetik që nuk janë iranianët. Këto Homeland Justice. Nuk janë iranianët dhe sulmi i Shqipërisë thua ti është pjesë e një gjë më të madhe se vetë Shqipëria. Kjo është. Po ju them vetëm një fakt. Ne jemi bërë precedenti i parë në diplomaci që nga një sulm kibernetik përjashtojmë një ambasador. Atëherë duhet ti. Dhe sipas konventave tani më çoj diku mendja mua. Sipas konventave, ne kam një teori, po se them do ta sun tani, pse ta them unë. Kurse thot ai. Un kam unë dha. Sipas konventave ndërkombëtare, kur një shtet bëhet precedent, ajo futet në ligjet diplomatike, dhe sa herë ndodh në një shtet tjetër që ka firmosur të njëjtat konventa, është e detyruar të bëjë të njëjtin veprim. Ai kuptoj. Ore, ç'a mund të bëjmë ne valla që të mbrohemi nga kjo gjë? Mos të vjellim. Okej, mirë, kjo është përgjigje për shumë pyetje. Po ideja është ç'a mund të bëjmë ne, se është diskutim shumë i madh. Shiko, nuk është vetëm Shqipëria vend i vogël. Nuk është Shqipëria një vend që ka buxhetin të vogël në krahasim me Gjermaninë, Francën ose me vende të cilat kanë mundësi të krijojnë sisteme që është jashtëzakonisht më të vështirë ti sulmosh, ti hakerosh. Nuk është se si funksionojnë vendet e tjera të vogla? Ka kështu problematikash, i sulmojnë, nuk e di. Shikon, çdo sekond sulmohen. Çdo sekond. Edhe ne. Po. Domethënë sulmojmë çdo sekond, edhe Singapuri, shteti që ne kemi kopjuar gabim sistemin, sulmohet çdo sekond. Unë isha në Kanada tani për biznes edhe trajnim, edhe Kanada e sulmoi çdo sekond. Kishte biznes atje që ishin vjedhur dhëna dhe publikoheshin dhëna. Problemi në Kanada pra. Po, problemi te ne është se ne dalim me këtë teorinë që jemi vend i vogël, ka shumë kosto, por realisht kemi harxuar aq para sa harxojnë dhe ata. Pra nuk është se kemi harxuar më pak edhe po themi shikoj. Në raport me popullsinë do themi, domethënë. Raport me popullsinë dhe jo në raport me popullsinë. Sepse janë harxuar miliona euro. E kuptoj. Kemi dhe çudi të ndryshme që edhe pse ne kemi bërë kontrata me Microsoftin, edhe pse FBI ka qenë në Shqipëri dhe ka bërë hetime të tjerë, kanë dalë publikisht, kanë thënë që ne kemi larguar sulmuesin. Ne po shohim që po hakerohemi çdo muaj.
Ore mos e bëjnë vetë këto njerëzit të cilët Vetëm një sekond, se nëse Gendi thotë që edhe në Kanada hakerohen ose në çdo shtet hakerohen, atëherë çfarë ndryshimi ka Shqipëria? Domethënë që ka një fenomen i përgjithshëm, nuk është vetëm fenomen shqiptar. Hakerohen kompanitë apo hakerohen ku dëgjon? Ka një ndryshim. Faqet e shtetit. Ku është ndryshimi? Këtë duhet kuptoj. Ka një ndryshim shumë të madh që nëse shohim grupin e Telegramit ku postohen këto hakerime, ne shohim që në videot që ata postojnë, do të thotë që kanë marrë kontrollin total të serverëve. Ose në hakerime që na kanë ndodhur ne, është vërtetuar që ata kanë ndenjur me vite brenda, pa u kuptuar. Dhe ti, nëse ty të ndodhi një herë, dy herë, tre herë, del publikisht dhe thua kanë bërë kontrolle. Si funksionon kjo Gendi para se të shkojmë aty? Do të thënë çfarë bëjnë, postojnë në Telegram kur hakerojnë dikë? Është një grup Telegrami, janë dy realisht. Një është fake i hapur mbi atë të vjetrin, edhe riposton ato të grupit Telegramit vërtet. Në disa raste biles ky grupi Telegramit poston disa gjëra që as grupi i vërtet Telegramit nuk ka postuar, që janë çudi teknikisht nga ne që merrem me këtë punë. Po në grupin e Telegramit postohen video dhe materiale që janë nga hakerimi. Po asnjëherë nuk postohet, që është një nga faktet e tjera. Asnjëherë nuk postohet diçka që realisht dëmton politikën shqiptare. Po t'japun një shembull, pse nuk postohet kadastri i Shqipërisë? Ata e kanë pas aksesin e plot. Po postohet ajo kadastra se nuk Western që kanë ndodhur në Amerikë këtu do jetë. Po pse më Giro. E zëm se po ne kur ti se zgjidhot me kadastrin, no? Kurse zgjidhot individualisht jo, po ti do kuptosh se kush ka ndërhyrë atje, kush ti ka bërë letra të lëmsh. Do kuptosh kush ka shtëpia preferenciale, luksoze, pse i ka si. Po nëse pak a shumë mund ta imagjinoj ose tani surprizë e madhe. Po është gjë tjetër që surprizë shumë e madhe, beson. Nëse do të bësh surprizë, po ti nga e di ti një. Po kjo kemi informacion. E ke po. Tani nëse ti shesh. Domethënë kanë akses ato në kadastër. E kanë treguar që e kanë pas. Por që nuk kanë publikuar asgjë. Pra nëse ti poston. Okej, çfarë kanë pas kontrollat ata? Kadastrën. Se pagat i nxorrin. Gjithçka? Tani që të jemi të saktë. Ne kemi një Albania që realisht është menduar dhe konceptuar që në kohën e PD-s, që në mos gaboj 2009, 2010. Okej. Që qëndërzon gjithçka që kanë gjithë informacione e shtetit. Pra që në koncept është gabim realisht. Nuk e di se nga e kanë marrë këtë idenë për ta ndërtuar, nuk e di a ka qenë direktive BE-s apo ndonjë shteti tjetër. Por që në koncept kur qëndërzon e ke më të vështirë që ta mbrosh. Dhe momentin që u qëndërzua kishim atë të famshëm databazën e patronazhistëve. Se janë të lidhura gjitha këto bashkë. Po shiko, ka ligje që merren me këtë çështje, që menaxhojnë, ka ligje për privatësinë e tjerë. Është gjë tjetër. Ne akoma se kemi plotësuar. Është kam që në rast se ti përdor, ke akses në të. E para herë si fiton ato të dhëna dhe e dyta në rast se ti përdor ato të dhëna, ka ligj. Kështu që dakord që mund të jetë mundësia për faktit të qendërzimit, po është edhe një ligj që supozohet ta mbrojë. Pastaj pse nuk mbrohet është temë tjetër. Beso nuk do na dilte një javë ta shpjegoj. Okej. Un kam qenë në Këshillin e Evropës, të them drejtën. Kam bërë një raportim para një viti e gjys, që pash një raport se ne kemi sistemin e tillë. Domethënë një nga kushtet e BE-s është GDPR-i. GDPR-i është ligji për të mbrojtur menaxhimin, por edhe mbledhjen e dhënave. Dhe për të respektuar GDPR-in ne kemi një komisioner të mbrojtjes së dhënave personale. Të cilit i kanë vënë 10 ton makinë para ca kohësh. Edhe u zbulua këtu te kryeministria këtu afër. Okej. Besnik Dervishi quhet. Dihet se un jam kështu shumë i hapur me emra dhe me. Dhe kur shkova atje në Këshillin e Evropës, realisht kisha një takim me team liderat e miratimit të asociacionit, ku diun se si quhen këto termat, se ne jemi mirë me fjalët, jemi mirë me tastin. Okej. Edhe kishte një raport që kur u shfaq atje, realisht un fillova të qesh. Po ishte takim shumë serioz edhe u çuditën pse po qesh ky.
Më tha team leaderi sa ndërpritet sa PowerPointin sa ta pyes Gentin pse qesh. I thash po më duket vjetja sikur jetoj në Amerikë. Sepse nga komisioneri i mbrojtjes së dhënave kishte ardhur një raport realisht që tregonte një mrekulli teknologjike, ndërkohë që ne hakeroheshim, dhënat tona përdoreshin, ishte në atë kohë patronazhisti, ishte aktivisti, nëse mbani mend që fiton pikë me bo like, share, komente. Dhe ndërkohë që unë si ekspert që flisja realisht se kisha bërë shkollë për atë punë, po mos flisja për atë që bëja shkollën dhe punoja ishte e kot. Kërcënoj etj. Dhe kur i shet gjitha këto gjëra në diapazon edhe më të gjerë, e kupton që gjithçka që thuhet është thjesht për të manipuluar, për të kaluar ato fazat e dhe një nga ato kushet që ne s'kemi plotësuar është edhe GDPR. Çfarë do të thotë GDPR? GDPR është sistemimi që nga mbledhja dhe përpunimi dhe përdorimi. Dhe ky komisioneri ka bërë miliona euro tendera për të bërë një sistem për shembull që menaxhon kompanitë që përpunojnë të dhënat. Dhe çdo lloj institucioni, parti etj. Dhe po të shkosh sot te ky sistem, njëherë nuk funksionon, nuk është publik masivën, edhe pse duhet të ishte publik në faqen e komisionerit, me zor gjën, vetëm po ti i shkaset në search. Nuk gjen asnjë nga partitë politike, të cilat të gjitha përpunojnë të dhënat. Pra që duhet e kanë ligjore, e kanë nëse e bëjnë dhe nuk janë regjistruar, kanë gjoba marrëmendse deri në dënim me burg. Edhe nuk e bëjnë. Nuk e bëjnë. Do me thënë, ti thua që ne praktikisht e kemi kapacitetin për të menaxhuar në mënyrë efektive gjithçka sipas ligjeve të propozuara nga ndërkombëtarët, por nuk e bëjmë për shkak të korrupsionit. Se dikush për shumë arsye X apo Y përfiton pikërisht nga ky kaos. Do me thënë, pak a shumë reflektimi i jetës së përditshme jo virtuale është pak a shumë i pasqyruar edhe tek jeta virtuale, është një tipologji. Do të jap një shembull tjetër. Nuk e di sa cilat janë, sepse të korrupsionit të përditshëm ne pak a shumë e ndjejmë dhe e dim, ose ka raportime që diskutohen. 700 milion euro. 700 milion euro. Në 10 vite. Në 10 vite. I quan të çuara dëm apo mendon se shtruar një infrastrukturë, mjafton tashmë vullnet i mirë. Shiko, ti jemi realist, ka punë që janë bërë sakt. Pra nuk është se çdo gjë është keqe, kupton? Por ku i sheh kostot, tu të ishin shumë herë më mirë. Po, qartë. Po mos si. Po gjithsesi, teknologjia është mjet, kështu që tani arsyeja pse e përdor mjetin është gjë tjetër. Kam përshtypjen që për këtë doja të pyesja, si mund ta rregullojmë situatën aktuale? Me 2-3, nuk e di, mendim, opinione. Shiko, edhe në takim me ndërkombëtarët kur jam, më thonë gjithmonë këtë pyetje, si mund ta rregullojmë. Unë mendoj që ne për shembull japim fonde për startupet. Po, japim diku te 6 milionë euro në vit. Po të shkojnë në duart e sakta në ekspert. Po, mund të bëhet edhe me kosto shumë herë më të ulët se sa është logjika e tregut e programimit sot. Pra mendoj që nëse besojmë të rinjt dhe të ekspertët, të talentet, mendoj që mund t'i rregullojmë ca gjëra me kosto shumë herë më të ulët. Nëse bëjmë një çerdhe atje që janë të njëjtit emra gjithmonë, të njëjtit njerëz gjithmonë, po të shohësh për shembull startupet i marrin kompani që kanë 10 vite në treg, po thjesht hapin një të ri. Qartë. Okay. Edhe bëjnë startupe se startup quhet një biznes që është inovacion edhe ndryshon tregun. Jo një biznes që është 10 vite në treg me kompani të tjera dhe ti e bën edhe një herë të re. Okay. Pra është keq menaxhimi paras kryesisht tu aty. Shkon aty ku s'duhet. Unë mendoj që është bërë një çerdhe e cila nuk do askënd të afrohet. I kemi ekspertët në Gent, do të kemi njerëz që mund të jenë të zotët për të përballuar sulme që mund të vinë nga hakerat më të mirë në botë, sepse ajo çfarë mendoj se ka një impresion publik, përshtypja publike rreth teknologjisë shqiptare është që shtete për shembull si
India, Rusia, Amerika e tjera me radhë, që kanë një traditë shumë më të vjetër në raport me teknologjinë, me software e tjera me radhë. Sigurisht duhet të jenë shumë të avancuar se ne për të patur edhe individ të cilët duhet ta kenë bukë djathtë për të hakeruar sistemet tona dhe gjithmonë impresioni paktën imi personal kur e mendoj se si mund të mbrohesha nga armiku virtual, do thoya që të marr një mbrojtje virtuale po të huaj, po nga disa njerëz që janë po aq ekspertë sa këta. Duke pirë kafen të poshtë. Vërtet, duke pirë. Rastësisht më doli një video e një shqiptari që kishte sistemin e trakimit të GPS-it për Apollo 2. Artemis 2. Pra imagjino një shqiptar që kishte gjithë sigurinë e rikthimit të astronautëve. Po është një shqiptar që jeton në Amerikë, që punon për kompania. Është prodhimi i shoqërisë amerikane. Kishte kompaninë e vet. Jo, dakor, prodhimi shoqërisë. Ai fiton aq para atje sa nuk do kishte interes që të po plus është prodhimi i asaj shoqërie. Nuk ka dalë nga informatika shqiptare. Shiko. Ai është shqiptar. Kjo për mendimin tim kjo ka rëndësi. Nëse ne do dim që t'i afrojmë ta njerëz, më besoni. Okay. Ata afrohen, ndihmojnë. E qartë. Dhe janë shumë të hapur. Ne kemi Mira Murati. Patjetër. Pra kemi njerëz pafund. Pra janë shqiptarë që kanë dalë, për shembull Mira Murati ka mbaruar gjimnazin në Shqipëri. Po. Është në Fier, nëse s'gaboj. Nëse ne dim në Vlorë. Në Vlorë ka qenë? Po. Nëse ne dim të krijojmë komunitet edhe frymën në dur, besoni njerëzit afrohen. Po pra, unë për shembull kam dhënë në fillim kur ndodhi hakerimi, kam dhënë mendimin që të afrohen ekspertët pa para, isha gati dhe vetë të ndihmoja aq sa kishim mundësi. Po ideja është, nuk e di, më korrigjon nëse nuk jam i saktë. Bëhet fjalë për çështjet e sigurisë kombëtare dhe duhet të kesh disa certifikata sigurie që ti jesh pjesë e bordeve e tjera. Po, beso, domethënë në këtë llumi që ka certifikata sigurie te Akshi, ne kishim një çfarë po ndodh me Akshin? Një drejtoresh të Akshi që u kap në Pogradec me drogë makinë. Tani kur e ka ajo certifikatën e sigurisë. Përdorim personal, genti, mos. Çfarë po ndodh me Akshin nga informacionet që ke? Aktualisht. Tani për mendimin tim Akshi është më keq se çka që. Po më mirë ta kishim lënë ashtu. Kështu që mendoj që ky drejtori i ri që quhet profesor Igli Tafa është më keq se çka që më përpara. Në çfarë aspekt? Në aspektin e menaxhimit apo në të gjitha aspektet. Sepse nuk mund të marrësh të vesh drejtor dikë që në të gjithë historinë e punëve të tij ka pas hakerime, probleme, jo zgjidhje. Pra ne kemi vendosur një njerëz të dështuar historikisht në periudhën më të keqe të mundshme të një institucioni. Ka të vendosje, ke ndonjë emër që të vjen në kokë në Shqipëri që mendon se është profesionist i Zotit dhe nuk i jeton mundësia? Ka emër pafund, them drejtën nuk është se kam një emër eksakt. Kur është për keq i përmendi, kur është për mirë sa përmend. Jo, e di pse nuk e përmend për mirë se është më vështirë kur përmend për mirë se sa për keq, se në historinë time më ka ndodhur se më thon njerëz edhe pse janë shumë të hap, më thon pse ma përmend emrin se më hap probleme halli. Ja, qartë. Okej, nuk po e përmend, por po ka. Realisht ka pasur dhe kanë ikur biles 3 vitet e fundit kanë ikur ekspert që punojnë në kompani shumë dhaja botërore. Ta kthej më praktike. Sa të rrezikuar janë vërtet qytetarë shqiptar, të dhënat e tyre brenda Albania, cili do të ishte skenari më i keq? Se ne tani targat na u ndan. Rrogat dolën, na u ndan, çka ka ngel tjetër? Kadastra. Kadastra nuk e ndan ata, e lan. Ka ngel shumë me të ndërtuar. Çfarë? Kush është kërcënimi real? Po ke shenjat e gishtave. Ke informacionet e Teamsit që janë shumë sensitive. Ato janë, po një 3-4 herë më duket sikur nuk funksiononte sistemi. Shiko, Teamsi është hakeruar. Pra rikthehemi prapë te faktet pse nuk janë iranian. Teamsi është një sistem network i brendshëm. Pra nuk ka lidhje me internetin publik. Pra quhet Ethernet i brendshëm.
dhe ta kërrohet diçka që është pa akses në publik. Kanë dërguar iranianët në Shqipëri. Kjo pastaj thyn çdo Po logjik. kush atëherë nëse jo iranianët, duhet të jetë brenda Shqipërisë sulmi. Është shumë herë më e madhe se Shqipëria, beso. Por mund të jem Unë nuk jam nga ata që kanë frikë të flas, por është shumë herë më e madhe se Shqipëria. Mund të jenë dëshira për destabilizuar vendin apo. Po dhe mundet o. Janë interesa shumë dha. Unë po t'jap ne jemi vendi i NATO-s, kështu që kam po t'jap një informacion që se kam publikuar realisht deri tani. Po. Vitin e kaluar në New York është bërë një arrestim i disa pjesëtarëve të terrorizmit, po, të cilët kishin certifikata lindje dhe pasaporta të vërteta shqiptarë, por me emra falso. Çfarë do të them me këtë? Pra duplikim i personit, po me dokumenta real. Po. Dhe ishin të gjitha shqiptarë. Shef çfarë bëhet? Tani nëse nuk do kishin ndodhur gjitha këto hakerimet, nasojnë sa. Nuk do kishin ndodhur, nuk do ishin gjetur dokumenta të tilla. Se është shumë e vështirë të gjesh dokumenta të tilla, të cilat kanë të gjithë sigurinë, po, por kanë edhe aksese në të dhënat tona. Pa mund të duplikoj ai kartën e identitetit tim për shembull dhe ta përdor. Por që interes ka të përdor kartën time. Nëse ti ke akses në sistemet e e-Albanias të userëve shqiptar, mund të bësh kartë identiteti, certifikat, pasaportë. Pra të qarkulloj ai me një pasaportë shqiptare, po themi? Jo të qarkulloj, po është e vërtetë. Ka ndodhur kjo ka ndodhur. Domethënë ata kanë Kjo është dhënë, kjo si fakt realisht, shumë rastësisht kam rënë në të fakt që është një Diary of CEO, është një podcast i famshëm. Po, Diary of CEO, po patjetër. Kishte ftuar një agente të FBI-t, agente sekrete, e cila e tregoi në mënyrë si me batuta, por kur e afron në kontekstin shqiptar, realisht pastaj mendon edhe të vinë gjithë ato historitë edhe sua. Për ide që ka shumë më e madhe se sa. Pastaj kemi, shikon. Çfarë jemi në duar të fatit këtu, çfarë zgje. Çfarë do të bëj? Shkon në shtëpi, punon, bëj atë, hakroshin. Fiki telefonat, hiqi telefonat. Po çfarë ti bësh telefoni tani? Ai të futet. Gabimi më i madh që kemi bërë ne si shtet realisht është që nuk e kemi edukuar masën përpara se të bëjmë gjitha këto shërbimet e tjera. Për sa i përket përdorimit të e-Albanias, po ato janë probleme. Jo vetëm përdorimit, por edhe çfarë është teknologjia në vetvete. Shqiptarët për shembull sot të kërcënojnë me jetë në komente dhe mendojnë që kjo është një shaka, kam një tastier, një kompjuter, një telefon dorë dhe mund bëj çfarë dua këtu se kjo është një gallat online dhe edhe po të vi policia i them more unë po bëja shaka, kupton? Por ndërkohë teknologjia sot është mjeti më i rëndësishëm i jetesës. Informacioni sot është mjeti më i rëndësishëm i jetesës. Dhe kur e sheh logjikën dhe kulturën që ka shqiptari në internet, pastaj je përballë një gjëje që thua ora, e meritojnë apo jo? E meritojnë. E ke parasysh shprehjen çdo popull e meriton qeverinë. Çdo popull meriton dhe teknologjinë që ka. Është reflektim, po. Kur vjen në këtë kontekst, mendoj që ne duhet të kishim edukuar shqiptarët çfarë është teknologjia. Pra ne kemi sot njerëz shumë të rëndësishëm që dalin në televizor japin mend. Por kur vjen një link në WhatsApp, janë parë që e klikojnë. Pa bërë asnjë double check. Boll me këto. Mos i hapni më këto që ju vinë në WhatsApp, ja kam thënë shumë herë. Nuk ju dhuron gjë njeri nga këto erdhi Pako që Po, erdhi Pako. Po kam përshtypjen që këtë phishing që ndodh. Shikon, ndodh. Po gjithandej edhe në masën që ndodh në Shqipëri është e frikshme, beso. Se, okay. Unë për shembull kur kam dalë për herë të parë në televizion edhe kam folur publikisht, mendoja realisht që duke folur disa gjëra që nuk i thon të tjerët apo tregon sa i aftë je, do kisha shumë hyrje në biznesin tim, biznesi do interesohesh për mua aty. Po jo. Ndodhi komplet e kundërta. Kisha vetëm nga këta tipat, si t'ia vjedh Instagramin njerëz. Po. Kush është rrjeti i më i abuzuar, jo social, jo.
app që mund i komunikimit që është më i sigurt, WhatsAppi, Viber, nuk e di. Kush është më i sigurti? Asnjë që përdoret në mas nuk është i sigurt. I vetmi që ishte i sigurt ishte Telegrami deri vitin e kaluar, kur arrestuan CEO në Francë, i cili po t'ishin të vëmendshëm njerëzit dhe të shifnin që term of use ka ndryshuar në Telegram, u bë edhe ai jo i sigurt. Aha. Kështu që nuk Plumb. Gjej një plumb mirë. Gent, do donim të rini me ditë. Patjetër, janë tema shumë interesante, po megjithatë koha mbaroi. Kemi një diskutim tjetër direkt pas Gentit. Ne të falenderojmë shumë për kohën. Faleminderit realisht për informacionin interesant shumë o Gent. Isha Deli Azez në televizione, kështu që faleminderit për ftesën. Jo, si fare Deli Azez, absolutisht. Më kanë censuruar gjithanë. A të kanë censuruar? Po, gjithanë. Kujdes çfarë thua. Bëj çik më ëmbël me njerëzit.